A jemi përballë një lufte të padukshme apo sa të mbrojtja janë sistemet tona dhe a ka Shqipëria kapacitet real për të përballur me këto sulme që po sofistikohen çdo ditë? Atëherë ju përmend faktin që jemi përballë një lufte. Në fakt unë do ta konsideroja si her pas here më falni përsëritet zëri dhe më është okay? Po. Okay. Ta fillojmë të njëherë. S'ka problem, niseni kur të doni se e pres montazh. Do të shta bëj një pyetje. Okay, në të njëherë atëherë. Okay. A është Shqipëria realisht në shënjesër të Iranit apo po egzagjerojmë rrezikun disi në kohët e fundit? Asnjë nga sulmet kibernetike nuk duhet marrë me kaq lehtësi, edhe nuk duhet konsiderohet sulm kibernetik vetëm kur atribuohet tek një autor konkret, sepse jemi në një periudhë në fakt ku të gjitha sulmet që mund të kryhen bëhen pjesë e një lufte hibride që konsiderohet. Disavantazhi është që ne kemi shpallur një shkëputje të marrëdhënieve diplomatike me Shtetin e Iranit, dhe faktikisht që kjo në shënjesër të përmendjes ndërkombëtare. Nga krahu tjetër, njëkohësisht shteti jon nga aspekti kibernetik duhet përmirësohet ndjeshëm dhe duhet që të gjitha Një vjen zëri me shkëputje? Të gjitha sulmet që ndodhen ti konsideroj pak më seriozisht, sepse në fakt janë një testim derisa një shtet mundet që të tolerojë. Për sa i përket sulmeve kibernetike, Shqipëria është një kontentar i NATO-s, që do të thotë nëse një sulm kibernetik ndodh dhe ka pasoja në njerëz, sigurisht që si pasojë e traktatit në cilin ne jemi pjesë tashmë për disa vitesh, pra për shkak se jemi pjesë e NATO-s, do duhet që të reagojnë si një trup i vetëm. Mirë po, sa i përket sulmeve kibernetike, ka diçka e cila ende nuk është sqaruar, dhe nuk është sqaruar në fakt sepse lën jo pa qëllim në këtë lloj formë. Të atribuosh një sulm kibernetik të barabartë me një sulm fizik është një hap shumë i madh, që jo pa qëllim nuk është ndërmarrë një nismë në tillë, dhe ende është pyetje. Kështu që sulmet që ndodhin në Shqipëri duhet të merren me seriozitet për disa arsye. E para sepse janë një testim se sa shteti jon është i aftë të tolerojë sa i përket sulmeve kibernetike, e njëkohësisht është edhe një ulje integriteti. Pra kur sistemet tona sulmohen, indirekt shteti jon fiton një ulje integriteti. Por po ashtu dua të shtoj që testohet në fakt edhe mbështetja ndërkombëtare. Pra në momentin që Shqipëria sulmohet në aspekti kibernetik, të gjithë aktorët shohin se si është mbështetja jonë ndërkombëtare për sa i përket mbështetjes të aktorëve të ndryshëm kur një sulm na ndodh. Kështu që sulmet kibernetike ka ardhur koha në këtë lloj situate në cilën jemi të merren po aq seriozisht, sepse duken në fakt një testim për atë çfarë mund të ndodhi. Unë nuk dua të ha panik padyshim dhe nuk jam në grupin e personave që dëshirojnë të pësojnë tek sulmet dhe më të mëdha, por gjithsesi sulmet e herpasherë kibernetike duhet të shërbejnë si komat alarmi që ne të forcojmë aspektin tonë kibernetik. Ju gjatë fjalës tuaj përmendët disa herë që ne duhet të forcojmë pak sigurinë tonë kibernetike, por nga ana tjetër Shqipëria shpeshherë sipas Ministrisë së Brendshme gjithmonë tregon se ne ngjitemi në renditjen e sigurisë kibernetike muaj pas muaj. A mos vat Shqipëria ose më saktë qeveria apo e shet ndryshe aspektin e sigurisë kibernetike, por jemi shumë herë më të brisht? Atëherë, unë e di kujt i referoheni, është një po themi sondazh i cili na ka nxjerrë në vendin e 9 për sa i përket sigurisë kibernetike. Por po të shohim pak më shumë detaje, ajo renditje është për sa i përket aspektit protokollar, pra për sa i përket aspektit ligjor, të cilin ne mundet të ta kemi formuar. Ndërkohë, për sa i përket aspektit teknik, nuk është ashtu. Unë luftoj që të shikoni vendet që ndodhen para nesh. Nuk do të shikoni SBA-n, nuk do të shikoni Mbretërinë e Bashkuar. Dhe kjo në fakt duhet të bëhet kuptoni që ai sondazh ose më saktë ajo renditje nuk është
vetëm sa i përket sigurisë kibernetike reale, por është më shumë për sa i përket sigurisë kibernetike në aspektin protokollar, të cilën ne po e kemi realizuar dhe kemi parafruar dhe ende jemi në proces për afrimin legjislacione me atë të Bashkimit Evropian dhe kjo na ka bërë që jemi në të renditje. Unë ju ftoj njëkohësisht që të shikoni edhe një tjetër raport vjetor të vitit 2026 të drejtorisë inteligjencës të SBA-ve, e cila në dua ta përmend eksaktësisht në fakt siç është, sepse mu duk diçka me vend që duhet flitej më shumë. Në faqen 16 të saj, thuhet eksaktësisht, operatorët kibernetik iranian më parë kanë përdorur sulme kibernetike kundër objektivave me mbrojtje më të dobët dhe kundërshtarëve më të rëndësishëm në Shqipëri. Pra, në këtë raport Shqipëria është përmendur me emër nominal. Pra, është përmendur Shqipëria dhe është përmendur në këtë lloj forme, duke na cilësuar si objektiva me mbrojtje të dobët apo aktorë të dobët nga aspekti kibernetik. Kjo duhet shërbej po ashtu për të na zgjuar që të mos kemi më këtë lloj epiteti, të mos të konsiderohemi më të dobët, por atë që ju përmendet pak më parë, pra renditjet e tonë në vendin e nënt, për sa i përket sigurisë kibernetike nga aspekti protokollar, ta bashkangjisim domosdoshmërisht edhe nga aspekti praktik. Duke marrë shkas nga rastet e fundit të sulmeve që kanë ndodhur në vendin tonë, a mund të themi që ne kemi dështuar si shtet në mbrojtjen e sistemeve tona kibernetike deri tani? Shikoj, që thuash dështim total është fjalë shumë e madhe. Unë do të theksoj që sulmet të cilët kanë ndodhur kanë qenë në infrastruktura jo kyça, pra jo kritika. Ndërkohë që tendenca e sulmeve kibernetike që nga viti 2022 e deri tani është në infrastrukturat kritike, pra kur një shtet apo një disa aktorë të caktuar godasin një shtet në infrastrukturën e tyre kritike, siç mund të jenë portet, aeroportet, spitalet e tjera me radhë. Pra, do duhet të jetë infrastrukturë e cila paralizon vend në momentin kur ndodh. Goditjet tona pas vitit 2022 kanë ndodhur në infrastruktura siç mund të jenë kuvendi, shqiptare e tjera, të cilat në vetvete në infrastruktura kritike, por gjithsesi duhet të shërbejnë për AKS-kën dhe jo vetëm, që raportet ti marrë pak më seriozisht kur i bën për disa institucione dhe këto institucione duhet që të rrisin vëmendjen e tyre kundrejt aspektit kibernetik. Në një moment kur ne vazhdimisht flasim për digitalizimin e gjithë sistemeve dhe mirë, sepse nuk është tendencë shqiptare, por tendenca është shqiptare që i besohet më shumë teknologjisë, për sa i përket ndërveprimit me institucionet. Pra është ajo që konsiderohet e-government, mirë qeverisje në anë të teknologjisë. Dhe në këtë kuadër duhet padyshim që të forcohet siguria kibernetike dhe çdo lloj sistemi të ndërtohet duke patur sigurinë mendje. Pa ndërtuar duke nduar mbi sigurinë rreth parë, çdo lloj sistemi që ne ndërtojmë do të jetë vetëm afat shkurtër dhe do të shërbejë për atë që unë përmenda pak më parë, për uljen e integritetit. Pra ne nuk mund të lejojmë më që të kemi sulme kibernetike apo nuk mund të lejojmë më që për raporte qoftë të Bashkimit Evropian, qoftë të SBA-ve, të konsiderohet si aktor me mbrojtje të dobët. Meqenëse jemi edhe në një fazë kyç, le ta quajmë kështu, drejt integrimit në Bashkimin Evropian, kush mendoni se janë pikat më të dobta të infrastrukturës sonë digjitale që duhet të përmirësohen, le të themi, konkretisht? Shiko, është shumë e thjeshtë që të bësh vërejtje, por vërejtja e cila nuk duhet lënë me një anë dhe duhet plotësuar vazhdimisht është që siguria kibernetike të mos lihet më në dorë të elementeve njerëzor. Që do të thotë, AKS-ja para disa ditësh ka indijuar se sulmet kibernetike ka ndodhur për shkak se nuk janë marrë seriozisht për sigurisë nga institucione si për shembull Kuvendi i Shqipërisë apo Posta Shqiptare, para, është një fjali e cila duhet thënë. Pra, të mos marrësh seriozisht politikat e sigurisë dhe AKS-ja ta thotë kaq lehtësi, për mua kjo është fatale.
Dhe e dyta, të lësh në dorë të përdoruesit fundor, pra të punësve të administratës shtetërore, përdorimin e emailëve në mënyrë të pasigurt, të fshirë këtu edhe passwordet, edhe kjo në vetvete është një gabim që nuk duhet të ndodhe. Për shkak se historia e vendeve të tjera ka treguar që nuk lihet në dorën e individëve faktorë të tillë. Nuk mund të lihen më në dorë të individëve faktorë të tillë. Krijimi i passwordeve të sigurta, e passwordeve të forta, janë domosdoshmëri që duhet vinë nga vetë sistemi. Pra nuk mundet ti atribuosh fajin individëve, por në fakt nuk duhet t'i lejosh ata individ të formojnë password të dota, që t'jenë më pas pre e sulmeve kibernetike apo t'jenë si një arsye pse një sulm kibernetik ndodhi. Që do të thotë, e këtu dua të them, forcimi i sistemeve nga vetë institucionet duhet jetë primare. Nuk mundet që të jetë njeriu hallka më e dobët, edhe pse në fakt është përmendur që në literaturën e hershme të sigurisë kibernetike që po njeriu është hallka më e dobët e sigurisë kibernetike, në fakt zhvillimet tregojnë që nuk mund t'ja lësh më individit këtë pjatë të artë dhe janë ata të cilët preken nga të cilët preken një sulm kibernetik. Që do të thotë, punojësit e administratës publike ka një protokoll mbi mënyrën e përdorimit të internetit në administratën publike. Punojësit e administratës publike kanë një protokoll mbi mënyrën e përdorimit të emailit në administratën publike. Dhe gjithashtu AFST-ja ka për detyrim që të monitorojnë në mënyrë të vazhdueshme se çfarë po ndodh në këto institucione. Dhe nuk duhet lënë deri në fazën që të justifikohesh me hapën më dobët që është individu, por nuk duhet lënë në këtë hallk të dobët. Teksa jemi tek hallka më të dobët që janë njeriu, individët, shkoj pak te qytetarët. Sa të ekspozuar janë të dhënat personale të qytetarëve shqiptar sot, teksa po të marrim në të kaluarën, në vitin 2021 mos gaboj ndodhi dhe hakerimi i famshëm që doli gjithë lista pagave të punojësve si për administratën publike për data private. Ju përmendët vetëm pagën, por në fakt e dhëna personale që mua më shqetësoi më shumë në ato vite ka qenë numri i kartës së identitetit. Dhe padyshim u tha që numri jon i kartës së identitetit, ndryshe nga shteti si Franca, e cila atribuohet njëkohësisht edhe me kartë shëndetësore të tjera me radhë, nuk është, gjithsesi në vetë numri i kartës së identitetit u bën një të dhënë personale. Emër mbi si vendi punës, paga, si duhet thatë po ashtu për punë të dhëna personale. Unë shikoj që nuk ka një vëmendje apo ka një ndërgjegjësi përsa i përket të dhënave personale nga qytetarët. Por po të formosh një databazë me të dhënat që sot gjenden për shumë nga qytetarët tanë, duhet që edhe vetë ata të kuptojnë që krijohet një identitet i tyre përmes këtyre dhënave që tashmë kanë dalë. Kështu që për të mos degraduar më shumë, duhet që secili nga ne të ketë më shumë kujdes për dhënat e dhënave personale. Nuk duhet që të vijë pre sulme të cilat janë tashmë të vjetra, pra sulme të phishing që vijnë her pas here me mesazhe në emër të postës shqiptare apo në emër të institucioneve të tjera, në emër të pagimit të një gjobe, etj. Janë sulme të cilat e tepërt që qytetarët të pre. Duhet jemi më të vëmendshëm sepse klimat kanë ndryshuar natyrën e tyre. Pra kanë ndryshuar natyrë dhe normalisht që vëmendja kërkohet edhe nga qytetarët. Pra jo çdo gjë që ju vjen në mesazh apo çdo gjë që ju vjen si një link duhet besuar dhe duhet klikuar e më pas duhet plotësuar me të dhënat e juaja. Kur nuk keni arsye, nuk mund besoni çdo mesazh.